Mirë mbrëma të dashur shikues të televizionit publik Kosovës, mirë se vini në transmitimin e drejtë gjyqtare sinjalizimin. Dhe këtu nis ndeshja të dashur shikues me topin e parë luajnë vendasit. Është Angel Ajazaj që ka topin, i cili luan në sulm, ndërsa një pritje aty e pam se çfarë gabimi bëri Ajazaj Shabanazovic. Ndërkohë një pasim për para në drejtim të brazilianit Giovanni, cili bukur e ka marrë këtë top, është në zonë tani, një mundësi Serebe, rasti shumë i mirë Giovanni. Ose rasti për Ballkanin, kombinime. Një pasim i gjatë i Alilit, mjaft i mirë për Ajazajn. Ta ndjekim tani këtë mundësi, Ajazaj është në zonë, Serebe me gjuajtën 1-0. Valentin Serebe realizon Ballkani në avantazh. Gol mëse i merituar i Gjebrailave sonte. Rasti tretë për Ballkanin dhe e treta e vërteta sonte, pa dyshim. Edhe një aksion shumë i bukur, topi për Sereben që është në zonë, Serebe me gjuajtjen, pritja e portierit. Top i gjatë aty dhe mjaft i rrezikshëm, Golubovic dhe penalti. Një top që depërtoi mes James Taylor dhe realizimi 1-1 rezultati. FC Bohemian parazon shifrat në Prishtinë me golshënuesin kryesor të tyre. Topi në mesfush Suare kasi dhe tani një kundërsulmi i rrezikshëm i skuadrës së Bohemians. Tierney me goditjen biport ka përfunduar. Battarello me një pasim të gjatë në drejtim të Giovannit. E tani një mundësi për Ballkanin. Gjuajtja mjaft e mirë nga Ajazaj me të brendshme. Tani në minutat e fundit të pjesës së parë, po sulmon skuadra e Ballkanit. Tani rasti tjetër, goditja jashtë përfundon. Bukur e ndali topin, ka pasuar te Domxhoni. Tani Giovanni pason te Ajazaj me këtë mundësi, goditja. Dhe kjo parade portieri nuk arriti të realizonte, edhe pse asistoi në një rast për Sereben. Tani Serebe e mban topin në zonën kundërshtare, edhe më tutje Ivoriani. Serebe, mundësia 2-1. Gol i bukur i Ballkanit realizon Giovanni. Edhe një bashkëveprim mes Serebes dhe Giovannit të sjell një gol për Ballkanin dhe vetëm një humbje në 8 përballjet e fundit dhe vetëm një barazim. Ndërkohë një tentim aty. Tani një mundësi për skuadrën e Ballkanit. Domxhoni bukur 3-1. Gol briljant nga Toni Domxhoni. Tregon vlerat e tij teknike dhe gëzimi pa përshkrueshëm i kontingjentit të vetëm me harkime do të tentojnë në mysafirët. Goditja dhe shtylla. Edhe që ishte kornere këtu gol. Vjen goli. Nga gjuajtja e lirë, Toni Domxhoni, jashtë përfundon. Jetë lojtarët, por gjithsesi do të luftojnë të dyja palët për të realizuar tani kjo goditje dhe devijimi me Heki ka shkuar sërish përpara amerikanit që e realizoi golin dhe një fluturim i Golubovicit. Penaltin e parë. Jashanica dhe Wellen apo Golubovic. Wellen, Ismail Geci dhe realizim në duar zemra tona, goditja por Albin Berisha përballë portierit. Berisha
Të zhuatje shën. Disa hapa larg topit, Tjene! Topit, gjuan me të majtën Runi. Tentimi dhe nuk arrit. Abu Doso. Përgatitet. Merhov Doso. E Ballkanit. Një siklet i madh për momentin. Dhe ne shpresojmë në një pritje të portierit apo në një dështim eventual të Jordan Flores. Një moment i tensionit të lartë. Flores realizon dhe skuadra irlandeze kualifikohet tutje në Conference League. Gjuatja perfekte ishte nga Flores, të dashur shikues, dhe vrapojnë për të shkuar e për të festuar me tifozët e tyre që kanë udhëtuar nga Irlanda për ta ndjekur dhe me prononcimet me futbollistët e Ballkanit.